Një ndër begatit më madhështore që Allahu Azza wa Jall nderoj njerëzimin, që njerëzit nuk I la të hutuar të jetojnë në këtë tokë. Mirë Allahu Azza wa Jall me kujdesjen e tij, që Allahu pasi që I krijoi, Allahu Azza wa Jall dhe I udhëzoi. Udhëzim për ta e bëri shpalljen, ku shpalljen e tij Allahu Azza wa Jall shpalosi në përmes librave që zbriti dhe në përmes pejgamberëve që I dërgoi. Kujdesi Allahut Azza wa Jall ndaj mbar njerëzimit, që Allahu Azza wa Jall prej se krijoi Ademin a.s. deri ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall I mbikëqiri dhe I dërgoi pejgamber. Pra dhe nëse shfletojmë e shohim se Allahu Azza wa Jall dërgoi shumë pejgamber. Që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, disa nga ato ne I përmenëm, I shpalosëm Kur'anin e Kerim. Vetëm se ata që nuk I ka përmen Allahu në Kur'anin e Kerim janë shumë ma shumë se ata që janë përmen. Pra transmetohet me një transmetim se Allahu Azza wa Jall I ka dërgu afërsisht 124.000 pejgamber. Se herë që ka vdek një pejgamber, Allahu ka dërgu 4 pejgamber. E urësia pse vetëm se 25 apo 28 janë përmen Kur'an, ka thonë dietar për shkak se për ta përgatitën ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe për ta kalitën ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë tjera, Allahu Azza wa Jall përmeni Nuhin a.s. që të provokon, që të provon ummetin e pejgamberit Allahut. Se çfarë mendoni juve nëse ju ndodh sikur që I ka ndodhur Nuhit? Dërgoi dhe Ibrahimin a.s. Mund që ndodh dhe juve siç I ka ndodhur dhe Ibrahimit. Ismailin, Davudin, Sulejmanin dhe kështu me radhë. Edhe pse më shumë që I përngjason ummeti pejgamberit Allahut, që është sprovu në qatë formë dhe në qatë faza dhe në qatë manira, ka qenë Musaj a.s. Për atë Musaj përmendet shpesher në Kur'anin e Kerim. Nga se sprovat e pejgamberit Allahut janë konë të ngjajshme sikur të Musait. Dhe ummeti pejgamberit Allahut I përngjason sikur ummeti Musait. Pra vëllezër të ndershëm, me një fjalë, Allahu Azza wa Jall është ai I cili begati për këtë ummet është që e ka dhuru Islamin. Pra Islami nuk është fe e përfituar, po Islami është fe e dhuruar.